Qytetarët e Republikës e Kosovës bashkëvendas si çdo herë do të sulmoj ato ku ka padrejtësi, ato ku ka egoizëm, ato ku ka idiot. Sot ndëgjova ish presidenten idiote, fashiste, raciste, ignorante, ish përkthyse në Hashim Thaqin. Ndëgjova sot duke thonë se e brengos se do t'i shton shtesat të rrezikshmërisë për FSK-n, do të mendon shumë mirë për FSK-n. Hini ndëgjoni që ka thonë, më mirë ju vetë, mos t'gabojun e me rrenat me kopollat e sajna. Ngali mirë qytetarët e Republikës Kosovës se unë jam çdo cep të Kosovës dhe kam kontakte me gjitha institucionet. Prindon Sadriu, Lahperi, Langareci, Zhogani, Flishnani, i cili ka qenë FSK, besoni u rrugë s'di sa herë me pjesëtar të FSK-s për një korrik. Lemo për gjithë sen, për një korrik, për një ulse, jo në përdum ullë për para, se unë jam burri president, jam burri i Bjosa Asmanit. Atëherë se ko kjo presidente, o ko përkthy se Hashim Thaqit edhe dilke ane. Ku janë qita generalt legena, të cilë shkojnë mas Sami Lushtakit, ku kanë qenë dëshmitar ato, kur ju ka rrok me ushtar të QK-s, prindon Sadriu, dhe i ka botë lash, jo një herë, po disa herë. Njerin nga generalet këtu, një Laskuc, i Drenicës, i Skënderajt, në penzion, e ka përgdhel, e ka ngrit, e ka avancu, prindon Sadriu, një rogaq, një lahper, i cili e ka botë lash, edhe shoferin e autobusit, edhe gjithë pjesëtarët e FSK-s tjerë, por sa herë ka zatet pjesëtarët e OQK-s nga Drenica, ja kanë zo venin ose ja kanë shu kur. Ka o dilë që atje i këbojëm. Kështu që ne njohëm qytetarët e Republikës Kosovës e njohin Vjosa Asmanin mas mirti. Është një ignorante, është një katile, është një femër e cila nuk ka as din, as imon, nuk ka as zot, përveç karrierës sojna edhe apetitit soj politik. Duat që duke mos lavduar fort, të gjithë kje i ka hongër. Edhe LDK do t'a shkatron, ashtu si shkatreja si uvi, ka shku LDK për t'a shkatru LDK-n, por njerëzit e LDK-s janë të meqëm. Une i qmoj shumë njerëzit e LDK-s, janë njerëz të avancun, psikologikisht, janë njerëz intelektual, edhe njerëzit e LDK-s kanë me bo dalim, jo si kur këta budalët e PDK-s e kanë qitë Sami Lushtakin edhe kjo gjithë shka. Njerëzit e LDK-s janë më të meqëm, kanë me bo dalim, edhe ka njerëz tri në LDK, cilin mund ta votojnë, edhe Vjosa Asmanin kanë me ignoru. Unë shpresoj duke i njoft kapacitetet e LDK-s si intelektual, kanë me bo dalim, edhe kanë me ignoru Vjosa Asmanin, se ju garantoj me përgjithësi të plot. Edhe njëherë për javë përsëriti, si te lash, ku ka hi kjo, ato e ka borë mak. Ku ka hi burri soj, aj Laskuci, aj Servili, ku ka hi aj, ato me nërë me ho para jush e ka dhi. Le dalin qëta general që përshkojnë mas Sami Lushtakit, më falni shprehje për janë gojnë port, edhe për këqyrë mos për javë gjunë e jashtë. Le dalin e të kalzojnë se qysh e kanë përgdhel, prindon Sadrim, qysh s'ka bo kur gjë, një stëg o fjalla, kë Langarec ka qenë një stëg, si ka qenë ato ku ja kanë po sherin krejt ushtarët e FSK-s. Këtina e ishdalë sot, thejke, une do t'ja rregulloj shtesat për FSK-n, dhe me i kish kalzuaj mashtrusi, se qka ju mungojnë FSK-s. Neve na mungon gjithë shka, policisë tonë na i mungon sigurimi, FSK-s na i mungon sigurimi i rrezikshmërisë. Kështu që na ku të mendojmë, do të me mendu për gjithë sigurin, për gjithësi. E jo vetëm ti, ka ke 5 vjetë presidente, qka bënë për FSK-n? Qka po donë me rej qytetar tash? Krejt që ke bënë ti, i ke hjek një 70 kila vjam, je shku, je bu aparacion në Turqia atje, ke munu mu bo majnikene, po prap ke fillu mi morat formen, si e ke pas.
edhe atë ke bo me bugjet Republikës Kosovës. Kështu që LDK-n, une kam shumë respekt e thras. Edhe LDK-n edhe qytetarët e Republikës Kosovës i njeran e Vjosa Osmanin se është njeriu ma fam keq, njeriu ma i keq. Vjosa Osmani te kalën edhe sa me lështokin. Se kjo budall nuk është sikur aja. Kjo çka të bën, e mësojnë të atjerë, se kjo nuk din me kuj meqë, po të atjerë të mësojnë. E aja është kopilic. Aja ka sherrën e madh. Kështu që bashkarisht dilën të hakmerëm, mos të votojnë apo të hakmerëm në këta njerëz të këqij, cilët e kanë qu Kosovën këtu ku jena. Një Kosovë, imagjinone si qëtash e një gova kryeministrin tha, do t'ja baj kontrollin geometrik për mi kontrollu se çka ka Kosova mrena. Ti një të bindu se me bomi kontrollu Kosovën edhe mi publiku komu dhejtë luft të naonë, se Kosova është shumë e pasne. Ka dukat, ka nikel, ka dzeher, ka rud, i ka gjitha. E një Kosova që pasne, mus me mujt me ecë për para, nuk e di ku ashtë, nuk e di ku shu të menagjua, qka të boa. Kështu që nuk po hifart në ekonomi, po tash jena në politik. Edhe unë si politikan, si opozitor në Skënderaj, dhe si zyrtar në Skënderaj, zyrtarisht jam në komun, unë e kam drejt që këtu mangësit e tyne dhe këtë idiotizmin e tyne ta shprejit të ndëgjani edhe jo. Se ku do që janë ata të këqij, ku do që janë ata që i kanë bot dam Republikës Kosovës, ka me i liftu politikisht.